E para duhet të nisja sepse u citua pak që mund të vendosin qytetarët me këtë rast çadra përpara, çadra midis. Po ka një kufi aty. Ka një kufi sigurie, nuk mund të vendosen çadra të dy anës detit. Ka një kufi që është i studiuar. Si doli që ne me çadrat tona që do menaxhojmë, me këtë rast nuk do zihen më privati me shtetin, se jemi shtet me shtet dhe aty përpara mund vendosen çadra. Nuk mund vendosen çadra. Ky kufi është vendosur me një arsye sigurie. Ka ditë që janë me erë, me dallg, dhe aty nuk mund vendosen çadra sipas dëshirës. Tjetra. Si s'është e vërtet? Po pse në gjithë vendet e botës ka një kufi ku mund vendoset çadra? Nuk mund të vendosh dot në të kundërt privati do me çadra deri te deti, pse nuk shkon? Kush e bën? Nuk është parë në asnjë vend. Jo, e ke ti gabim, shikoje më mirë. Tjetra, midis rreshtave, sërish, nëse s'është i shkruar si ligj, nuk është etik, se s'do rrihen qytetarët me njëri tjetrin nëse të ngjitet ty aty tek çadra, të vi tjetri të ngulit çadrën apo atë peshqirin e vet. Kjo nuk është e mundur. E ke vendosur aty ti kufirin, ka një kufi etik dhe jetë. Edhe një herë të lutem. Mund të vendoset midis rreshtave një çadër tjetër. Kjo kuptohet shumë qartë. Është e kot ky diskutim. Tjetra, ne vim vit për vit këtu duke diskutuar plazhet. Po mirë mo, nuk ka ndonjë projekt afatgjat paktën 5 vjeçar këtu të studiohet mirë, o Endri të lutem. Nëpër qytetet e tjera botërore, se Vlora nuk është më pak i rëndësishëm, studiohet edhe jepet një projekt 5 vjeçar. Ne vit për vit ngelëm duke ndryshuar formatet se si do t'i bëjmë ne projektet tona. Nuk i duam ato drejt çadra. As 7.000 lek, as 5.000 lek, as 4.000 lek. E dua falas. Dua të rri aty pa çadër, pa peshqir, pa asgjë. Ku e ke hartat aty se ku do t'jetë? Nuk i duam, më fal pak. Deri dje as nga Shkëmbi s'hidhesh e dot, andej sa kalon rërën, më fal pak, të lutem, jam vetë një nga ato. Të lutem, ta mbaroj pak fjalën, edhe pastaj sqarojeni të gjitha. Një nga propozimet e mia është ky. E gjithë vija bregdetare duhet të ristudiohet mirë dhe jo vetëm në atë pjesën e Lungomares, aty ku është plazhi me rër, të ketë plazh publik pa pagesë. Tani po del plazh publik me pagesë dhe pa pagesë. Gjë totalisht e papranueshme për qytetarët. Duhet të jetë publik pa pagesë, nuk mund të ketë dhe ashtu dhe kështu. Tjetra. Është vendim qeverie. Le të dalim ne si qytet ndryshe atëherë. Po është vendim qeverie, jo. Le ta kthejmë përmbys, mos ta pranoj fare. Është vetëm për Vlorën. Si qytetare e Vlorës nuk më pëlqen fare dhe jam e sigurt që një pjesë e madhe e qytetarëve nuk i pëlqen kjo gjë. Tjetra, po të kalosh nga plazhi me rër, as nga Shkëmbi nuk hidhesh dot, se nuk të lën. Gjithë plazhi me gur nuk ka asnjë hapësirë. Ata qytetarë që kanë mbi 30 vite që jetojnë, qoftë aty te vilat, zihen poshtë se nuk vjen dot as pa çadër. As pa çadër, vesh atje. Tani ne do bëjmë sherr vit për vit këtu. Në vend që ne ta zgjidhim mirë e mirë këtë, të çojmë në çdo segment plazh publik pa pagesë. Është deri te tuneli. Ne dhe atë që ishte publik pa pagesë e bëmë me pagesë. Është deri te tuneli. Po deri ku do vej ky durim, ose marr vesh? Deri ku? Deri tek tuneli. Ku ka hapësirë publike te tuneli? Më fal pak, zonja Elsa, ma trego ti se kam qenë vetë tunt vetë të kërkoja andej dhe nuk ka asnjë hapësirë publike pa pagesë. Po them, qytetarët zihen aty sepse ai që e merr privati thotë s'mund të ulesh këtu ti me peshqir apo me çarçaf, sepse është hapësira ime. Unë mendoj që ne në këtë forum po i konfuzojmë më shumë qytetarët dhe po i bjem shumë më qafë qytetarëve. Propozoj që këto projekte të jenë më afatgjata dhe më të mirë studiuara. Faleminderit.